Jemi këtu në prani të shtëpisë së Allahut Qabës. Këtu është afër. Kjo librari që po e shihni këtu ka një histori. Historia e saj është që na kanë tregu njerëz të Mekës, bazë të dhënave të tyre historike apo me gajdhëna, që kjo ka qenë shtëpia e profetit alayhis salam. Dhe se këtu ka lind dhe këtu rrin. Pra profeti alayhis salam u lind në Mekë. E Meka ka qenë qyteti kryesor i gadishullit arabik, epicendra. Dhe Qabën pra e ka pas afër, mirë po tash nuk dallohet që shtëpia e tij. Sepse vetë Muhamedi alayhis salam pas mësimit e tij na ka mësuar që mja shkatrua çdo rrugë i dhujtarisë. Madje me vendosë pengesa kundër dhujtarisë. E nga kjo nisëm Arabia Saudite do thotë e ka bësh vendi ku ka qenë shtëpia e tij librari, që me mos mu dallu që ka qenë të njerë shtëpia, dhe shumica dërmuese nuk e din që kjo ma herët ka qenë shtëpia profetit alayhis salam. Po ku është urtësia që ka bërë librari? Është se mesazhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është pikërisht dia. Ajeti i parë i Kuranit që ka zbrit është Iqra, lexo. Lexo në emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriu prej gjakut ngjizur. Lexo se Zoti jot është më bujari, ai i cili mësoi njeriu të shkruaj me laps, e mësoi njeriu atë që nuk dinte. Pra, Islami është fe e diturisë dhe përderisa është librari, kjo është një farë forme tregon sa fisnike është shpallja, edhe shtëpia profetike është ngrit mbi dije. Mirë, po në anën tjetër, këtu në afërsi, banjët më të mëdha që janë këtu në xhaminë e Qabës, janë këtu. Po qëllënja se kush e ka pas shtëpinë këtu? Këtu e ka pas pikërisht armiku më i madh i profetit alayhis salam, Ebu Jehli. Pra shikoni se si është poshtruar ky njeri edhe pas vdekjes tij. Vendi ku ka qenë shtëpia e tij më herët tash shërben për kryerjen e nevojave fiziologjike. Dhe shikoni urtësia se si qëndron shtëpia e profetit alayhis salam burim i dijes, kurse shtëpia e Ebu Jehlit që ka qenë armik i profetit alayhis salam burim i ndytësive. Dhe kështu vazhdon deri në kiamet. Pasues të pejgamberit alayhis salam janë pishtar ndriçues dhe janë njerëz që shihet hajri, kurse pasues të Ebu Jehlit, armiq të Islamit, janë njerëz të ndyrësirave dhe njerëz të ulët, të cilët me vërtet janë të poshtruar edhe në këtë botë edhe në tjetrën.